Prezenca e OSBE-s në Tiranë i ka kërkuar opozitës të nisë sa më shpejt punën për reformën zgjedhore. Mesazhi është përcjell vetë liderit e opozitës Edi Rama nga ambasadori i sapo emëruar i OSBE-s në Tiranë, Eugen Volfarth. Zyra e OSBE-s njoftoi zyrtarisht se ambasadori dhe kryesocialisti zhvilluan një takim mes tyre, në të cilin ambasadori Volfarth ka theksuar se është thelbësore që përgatitjet administrative të nevojshme për zgjedhjet vendore të vitit 2011 të fillojnë sa më shpejt. Sipas njoftimit zyrtar, ambasadori ka këshilluar që këto përgatitje duhet jenë në përputhje me rekomandimet më të fundit të OSBE-Odirit. Prezenca e OSBE-s mbetet e gatshme sipas zotit Volfarth për të dhënë ekspertizën teknike të nevojshme në rrethana të tilla. Ashtu, në deklaratë thuhet se ambasadori i OSBE-s në Tiranë ka nënvizuar në takim se opozita ka përgjegjësi jetike në mirëfunksionimin e demokracisë.